tuaj. Shkruani në komente, a mendoni se dashuria e vërtet mund të kapërcej të gjitha dallimet kulturore dhe pengesat e jetës? Komenti juaj më i mirë do të veçohet në videon ton të ardhshme. Malet e larta shqiptare kishin një mënyrë të veçantë për t'i folur atyre që vinin nga larg. Nuk flisnin me fjalë, por me heshtje, me atë lloj heshtje të thellë që të futej nën lëkurë dhe të qëndronte aty për ditë të tëra, edhe pasi të ktheheshe në qytetin tënd me zhurmën e tij të pamëshirshme. Marco Ferretti e kishte ndjerë këtë heshtje herën e parë kur kishte parë fotografitë e asaj zone malore shqiptare. Fotografitë që i kishte dërguar bashkëpunëtori i tij nga Tirana, Arben Gashi, një burr i moshës 50 vjeçe, me mustaqe gri dhe sytë e zgjuar si ata të gjyshit të tij nga Lodi. Marco ishte burr 39 vjeçar, me flokë të errët, pak të shkurtuar në anë dhe të gjatë sipër, me sytë bojqelli që shkëlqenin sidomos kur qeshte, dhe qeshte shpesh, sepse jeta i kishte dhënë arsye të mjaftueshme për të qeshur. Kishte lindur në Milano, në një familje të pasur industrialistësh, por ndryshe nga shumë trashëgjimtarë të pasurisë, Marco nuk kishte qëndruar i ngrirë në komoditetin e trashëguar. Kishte punuar, kishte udhëtuar, kishte mësuar. Kishte bërë studime ekonomike në Bolognë, pastaj një master në menaxhimin e turizmit në Lozan të Zvicrës, dhe me duart e tij kishte ndërtuar një perandori të vogël, por solide, të hoteleve butik nëpër Itali, Greqi dhe Kroaci. Hotelet e tij nuk ishin hotelet e zakonshme, me dhoma identike dhe bufe mëngjesi me vezë të ziera. Hotelet e Marcos ishin vende ku ndjeheshe si mysafir i një miku të afërt, jo si klient i një biznesi. Çdo hotel kishte karakterin e vendit ku ndodhej, gurët e lokalit, druri i pyllit pranë, zejtaria e artizanëve të zonës. Njerëzit vinin dhe ktheheshin jo thjesht për lehtësirat, por sepse hotelit e Marcos u tregonin diçka të vërtet për vendet ku ndodheshin. Dhe tani, shikimi i tij kishte rënë mbi Shqipërinë. Jo Tiranën e njihte tashmë mjaftueshëm, kishte qenë atje 2 herë për takime biznesi, jo Bregdeti e Sarandës apo Vlorës, ku investitorët e huaj tashmë kishin ndërtuar vilat dhe hotelet e tyre me fasada të bardha dhe pishinat e kaltërta. Marco kërkonte diçka tjetër. Kërkonte atë vend që ende nuk e kishte gjetur askush tjetër, atë xhevahir të fshehur që priste vetëm duart e duhura për t'u zbuluar. Arbeni i kishte treguar për fshatin Breg, një fshat i vogël, ndërmjet maleve, diku në veri, me rrugë të ngushtë që të drejtonte larg nga bota moderne, me njerëz që jetonin sipas ritmit të vet, sipas ligjeve të veta, sipas traditave që nuk i kishte cënuar koha. Kishte ujë të freskët malor, kishte pyje pishe që të merrnin frym, kishte panoram që të linte pa fjalë, dhe nuk kishte absolutisht asnjë hotel. Është i paprekur, i kishte thënë Arbeni me atë tonin e tij të qetë për bindës. Njerëzit kalojnë andej nga një herë kur shkojnë për gjahun apo kur vizitojnë të afërmit, por askush nuk qëndron, nuk ka ku të qëndrojnë. Marco doli nga makina, zgjati krahët sipër kokës dhe thithi ajrin e malit, të pastër, pak të ftohtë, me erën e bimëve dimërore dhe drunjve të djegur që vinte nga Uxhaqet. "Mirdita", tha i, duke u kthyer drejt grave pranë bunarit, me atë shqipen e tij që nuk kishte aksentin e fortë italian, por kishte aksentin e dikujt që e kishte mësuar me zemër. Gratë u habisën, pastaj njëra prej tyre, e moshura, me shamin e bardhë mbi kokë dhe sytë mprehtë si sokaqe, u buzëqeshe para. "Mirdita, bir", tha ajo. "Nga çanje?" "Nga Italia", tha Marco, duke ju afruar me hapa të qetë. "Por shqipen e kam mësuar sepse Shqipëria më ka tërhequr gjithmonë." Gruaja e vjetër e vëzhgoi me ato sytë mprehtë të saj, pastaj bëri atë gjë që bëjnë nënat dhe gjyshet shqiptare kur vendosin se dikush është i mirë, e futi në krah sikur ta kishte njohur gjithjetën. "Hajde bir, ke ardhur dhe je mirëpritur." Dhe Marco Ferretti, milioneri italian me hotelet e tij butik dhe planin e tij të investimit, ndjeu diçka që nuk e kishte ndjerë prej kohësh. Ndjeu se ishte mirëpritur jo sepse kishte para, jo sepse kishte sukses, por thjesht sepse kishte ardhur. Toka e Bregut kishte histori në çdo gur. Ndërsa Arbeni e çoi Markon në rrugët e ngushta të fshatit, ndigjoheshin zërat e fëmijëve që loznin, tingujt e kasabave prej druri mbi të cilat gratë gatuanin drithrat, sharrat e largëta të dikujt që ndante dru. Jeta këtu kishte ritmin e vet, një ritëm të ngadalt e të sigurt, si rrahje e zemrës së dikujt që nuk ka arsye të nxitoj. Banorët e Bregut ishin të përmbajtur me të huajt, siç janë shpesh njerëzit e maleve,
Jo sepse kishin armiqësi, por sepse kujdesi ishte pjesë e kulturës së tyre. Vëzhgonin, pyesnin, matnin me durim, dhe kur vendosnin të pranonin dikë, e pranonin plotësisht, pa rezerva, si të vetën. Marko e kishte kuptuar shumë shpejt, nuk e shtyu, nuk u mundua të demonstronte pasurinë apo arsimin, ulej me pleqt kur të ftonin, pinte kafen e fort malshore në gota të vogla, dëgjonte historinë e çdo shtëpie sikur ishte romani më interesant që kishte lexuar ndonjëherë. E ndërkohë, vëzhgonte tokën, vëzhgonte natyrën, imagjinonte. Mendja e tij e mprehtë biznesmeni punonte gjithmonë, edhe kur dukej se ishte plotësisht i relaksuar. Kishte identifikuar tashmë vendin e mundshëm për hotelin, një shesh i gjerë në skaj të fshatit, ku mali bënte një plajat të lehtë me pamje drejt luginës. Toka ishte pjesërisht e pashfrytësuar, me shkurre dhe barë të lartë, por vizioni i Markos e shikonte ndryshe. Shikonte fundamentin e gurve, muret me dritare të mëdha, terracat me pamje nga malet, kopshtin me bim lokale. Por gjatë gjithë asaj dite të parë, ndërmjet vëzhgimeve dhe bisedave dhe planeve, kishte ndodhur diçka tjetër, diçka që nuk kishte pjesë e asnjë plani biznesi. Kishte parë E pash pas dite, shtoi Marko shpejt. Vetëm pyeta. Arbeni kishte buzëqeshur lehtë, me atë buzëqeshje të dikujt që ka parë shumë gjëra dhe i kupton shumë e shpejt. Ajo është Valbona, kishte thënë ai, bia e Haxhimurtit, familja respektuar në fshat. Valbona, kishte përsëritur Marko, dhe emri kishte tingëlluar si diçka e vjetër dhe e re njëkohësisht. Ditët pasardhëse Marko i kaloi duke punuar, duke matur tokën, duke biseduar me kryeplakun e fshatut, duke kontaktuar inxhinier dhe arkitekt nga telefoni kur kishte sinjal. Por çdo ditë, pa e planifikuar dhe pa e kuptuar sa herë ndodhte, gjendej diku ku mund ta shikonte Valbonën nga larg. Nuk e ndiqte, kjo do të kishte qenë e gabuar dhe e dinte mirë, por fshati ishte i vogël dhe jetët e banorëve zhvilloheshin kryesisht jashtë dhe ishte e natyrshme që rrugët e tyre të kryqëzoheshin. E shihte duke bartur drume të motrën, e vogël dhe e zhormshme ajo, ndryshe nga Valbona që ishte e qetë. E shihte duke ndihmuar plakën fqinje të mbaronte rrobat, e shihte ndënjur në narën e madhe jashtë shtëpisë, me diçka në duar, herë thurje, herë libër. Libri, ky ishte ai çasti kur Marko kishte ndalur për herë të dytë. Kishte kaluar pranë rrugës dhe e kishte parë me një libër të trashë ndërmjet duarve, me faqen e qelur dhe sytë ngulitur thellë ndër rreshta. Nuk kishte ngritur kokën kur kishte ndëgjuar hapat e tij. Kishte vazhduar të lexonte me atë përqendrim të plotë të dikujt që ka hyrë brenda faqeve dhe nuk dëshiron të dalë. Marko kishte ngadajsuar hapat pa dashje. Kishte bërë përpjekje të vogël për të parë titullin e librit dhe e kishte lexuar Kronik në gur e Kadares. Kishte qeshur pas za, me vete. Valbona, vajza e fshatit me tradita të forta, lexonte Kadaren nën arrën e vjeshtës. Kishte diçka aq të bukur në këtë imazh, aq të plot, saqë Marko kishte menduar se ndoshta po e kuptonte gjëra pa pasur fjalë për to. Kur kishte shikuar lart, ndoshta për shkak të ndjesisë se dikush e vështronte, sytë e saj të errët kishin takuar sytë e tij të kaltër. Kësaj here shikimi i tyre kishte zgjatur pak më gjatë se herën e parë. Vajzat e rritura me traditat shqiptare të maleve të veriut nuk kthejnë sytë ndaj të huajve burra. Kjo ishte rregull i pashkruar, por rregullat e pashkruara kishin përjashtim kur diçka ishte me të vërtetë befasi, dhe ndoshta Marko me librin e Kadares kishte qenë befasi e mjaftueshme. Pastaj Marko e kishte shpjeguar planin e hotelit. Haxhiu kishte dëgjuar pa e ndërprer. Kishte bërë pyetje të mençura, konkrete. Sa punë do të krijonte? Nga kush do të furnizohej hoteli? Çfarë do të ndodhte me tokën e familjeve? Nuk dua të marr tokën e dikujt, kishte thënë Marko me vendosmëri. Dua të bëj marrëveshje të drejtë, qirafat gjatë ose blerje me çmim të drejtë, si të dojë secila familje. Njerëzit e fshatit do të punësohen në hotel. Produktet e fshatit, djafi, mjalti, barishtet, do të shiteshin tek mysafirët. Fshati do t'i shkonte mirë nëse ne bëjmë punën siç duhet. Haxhiu e kishte vëzhguar gjatë kësaj fjalimi dhe Marko kishte ndjerë se po vëzhgohej me kujdesin e dikujt që ka mësuar ta lexojë njeriun, jo nga fjalët, por nga mënyra se si qëndron, si merr frym, si mbyll gishtat kur flet.
Ti flet shqip shumë mirë, kishte thënë Haxhiu pas heshtje. Ku e mësove? E mësova sepse desha. Nuk ka mënyrë tjetër për ta mësuar mirë ndonjë gjuhë. Haxhiu kishte buzëqeshur pak, një buzëqeshje e vogël, pothuajse të dukshme. Biseda kishte vazhduar, por pikërisht kur kishte filluar të bëhej më e qetë dhe Marko po ngrihej të ikte, kishte ndodhur ai çast. Dera e brendshme e dhomës ishte hapur lehtë dhe Valbona kishte dalë me gotë raki në tabaka. E kishte ulur tabakan pa shikuar, pa ngrirur, me atë kujdesin e dikujt që ka mësuar të bëjë gjëra pa bërë zhurmë. Por kur kishte hedhur sytë rastas drejt Markos dhe ai e kishte parë, sytë e tij kaltër drejt për drejt ndaj syve të saj të errët, ishte ai çasti i shkurtër por i pashlyeshëm kur dy njerëz shohin njëri tjetrin me të vërtetë, jo si role apo funksione, por si qenie njerëzore me gjithë kompleksitetin e tyre. Pastaj ajo kishte dalë pa thënë asnjë fjalë, dhe zëri i heshtur i hapjes e mbylljes së dhomës kishte tingëlluar si diçka shumë e rëndësishme. Marko qëndroi 5 ditë të tjera më fshat dhe çdo ditë ishte një shtresë e re mbi atë portretin e pazakontë që po ndërtonte pa e kuptuar se po e ndërtonte. Biznesit i kishte rënë rolin kryesor, po të paktohej, dhe diçka tjetër po merrte hapësirën e tij. Arbeni e kishte parë dhe nuk kishte thënë asgjë për disa ditë, sepse ishte burr i mençur dhe dinte se fjalët e hershme shpesh i dëmtojnë gjërat e brishta. Por kur ditën e 5 Marko kishte pyetur për të tretën herë diçka lidhur me Valbonën, këtë herë nën pretekstin e pyetjeve për sistemin shkollor të zonës, Arbeni kishte vendosur. Marko, kishte thënë ai, duke e ndalur me atë tonin e qetë por vendosur. Marko kishte qeshur dhe kishte ndryshuar temën, por Lukaja kishte mbajtur mend. Kontaktet me Arbenin ishin bërë të rregullta. Arbeni kishte nisur punën paraprake në breg, bisedime me pronarët e tokave, takime me kryeplakun, kontakte me bashkinë e qytetit. Gjithçka ecste mirë nga ana e biznesit, por ndërmjet raporteve teknike dhe financiare, Arbeni her pas here shponte diçka të vogël, si pika ujë mbi gur. Haxhimurti pyet si po shkojnë punët, kishte shkruar një herë. Fshati pret me padurim fillimin e projektit, kishte shkruar herë tjetër. Dhe një herë, krejtësisht pa kontekst, Valbona ka filluar punë si mësuese ndihmëse në shkollën e fshatit derisa zëvendës mësuesi të kthehet nga gjuja. Njerëzit thonë se fëmijët e duan shumë. Marko kishte lexuar këtë mesazh 3 herë. Pastaj kishte mbyllur telefonin dhe kishte shkuar te dritarja e zyrës, dritarja me pamjen nga Duomo të Milanos, dhe kishte qëndruar aty një kohë të gjatë pa bërë asgjë. E dinte se çfarë po ndodhte brenda tij sepse kishte qenë aq transparent sa i dukshëm. Nuk kishte qenë i dashuruar prej kohësh, jo me atë lloj dashurie të qetë, të sigurt, që nuk nxiton e nuk bën zhurmë, por qëndron si themeli i shtëpisë. Kishte pasur lidhje të shkurtra, kishte njohur gra interesante dhe të bukura, por gjithmonë kishte ndjerë se diçka mungonte, jo te gratë, por te ai vetë, te mënyra se si qëndronte brenda asaj lidhjes. Me Valbonën kishte një paradoks të çuditshëm. Nuk e njihte. Kishin pasur 2 kontakte syt me sy, secili jo më shumë se disa sekonda. Nuk ishin shkëmbyer asnjë fjalë, dhe megjithatë, portreti që kishte ndërtuar, nga ato 2 takime, nga rrëfimet e Seitit dhe Arbenit, nga shikimi i saj te libri Kadares, nga mënyra si kishte dalë me tabakan pa bërë zhurmë, ky portret kishte një qartësi dhe një plotësi që ai nuk e kishte ndjerë kurrë me dikë që kishte njohur vite të tëra. Por a ishte ky realitet apo ishte imazh, ideja e një njeriu dhe jo njeriu vet? Ky pyetje e torturonte dhe i jepte gjithashtu arsyen kryesore pse nuk kishte vepruar akoma. Vendimi erdhi jo si vetëtim, por si agimi, ngadalë, pa njoftim, derisa e gjete prezent pa e kuptuar kur kishte ardhur. Ishte mbrëmje dimri, kur Marko i tha vetes së tij, me atë qartësinë e çuditshme që vjen nganjëherë rreth mesnatës, kur gjithçka tjetër ka heshtur, duhet të ktheh. Larg shtëpisë është gjithmonë e vështirë, tha Marko, por shpesh është edhe mësuese e mirë. Flori e vëzhgoi. Ti ke lënë shtëpinë? Jam larguar shpesh, tha Marko, por shtëpia ime ka mbetur aty ku e kam lënë. Ndoshta deri tani nuk kam gjetur vend tjetër që të doja ta quaja shtëpi. Flori nuk e kuptoi plotësisht thellësinë e kësaj fjale, por ndjeu diçka në tonin dhe nodi me seriozitet. Ndërkohë, Marko shihte anash me qetësi. Pa Valbonën, po ndihmonte gratë e moshuara me gjëra,
po sillte po e qeshte me dikë. Sot flokët i kishte të lirë, jo të lidhur siç i kishte parë gjithmonë, dhe binin në shpatull me atë rëndesën e natyrshme të flokëve të shëndetshëm. Kishte veshur diçka ngjyrë bordo me punë dore, duket si jelet tradicional, dhe dukej si dikush i dal nga miniaturat e vjetra shqiptare, por i gjallë, real, prezent. Nuk e shikoi Markon, apo nëse e shikoi, ata sytë e tij kaltër nuk e kapën qastin. Ishte më vonë, kur fëmijët kishin filluar të flinin të lodhur nëpër krahët e nënave, kur disa burra kishin filluar me një këngë të vjetër malshore dhe zërat e tyre meshkuj kishin mbushur natën, kur Marko kishte ndjer veten plotësisht brenda asaj mbrëmjeje, pikërisht atëherë kishte ndodhur diçka e vogël, por e rëndësishme. Kishte nevojë për ujë, gota e tij kishte mbaruar, dhe pa qëllim kishte ngritur dorën pak. Valbona, që po kalonte me karafin, e kishte parë dhe ishte ndalur. Kishte mbushur gotën e tij pa e pyetur, siç bëhej me çdo mysafir, dhe po largohej kur Marko kishte thënë me zë të ulët, me shqipe të qetë: "Faleminderit. Kjo mbrëmja është shumë e bukur." Ajo kishte ndalur, vetëm një sekond, pa u kthyer, dhe pastaj kishte thënë, po aq me zë të ulët: "Mirë se vini." Dhe kishte vazhduar. Tre fjalë të protokollit, të mikpritjes, pas një gjë personal, por zëri i saj, të dëgjoje për herë të parë zërin e dikujt që e ke imagjinuar për muaj të tëra, kishte diçka aq specifike dhe aq të paparashitshme, saqë Marko kishte mbajtur gotën e tij të ujit dhe kishte shikuar zjarrin dhe kishte ndjerë si dikush sapo kishte dhënë konfirmim për një pyetje që nuk kishte ditur se po bënte. Pas asaj darke, Marko filloi vizitat e tij të rregullta tek Haxhi Murti nën pretekstin e projektit të hotelit, dhe ky pretekst ishte gjysma i vërtet. Kishte me të vërtet çështje praktike të diskutoheshin. Toka ngjitur me arën e Haxhiut ishte pjesë e tokës së kërkuar për infrastrukturën e hotelit dhe nevojitej marrëveshje. Por biseda mes Markos dhe Haxhiut kishte filluar të kalonte shpejt nga çështje teknike, Kur vim fëmijët tek mësuesi që mungon, ata qajnë, kishte thënë Plaka Hanumja, fshinja. Kur Valbona zuri vendin, qajat ndalën dhe fëmijët filluan të vinin duke vrapuar. Ka mendjen si bir, kishte thënë Haxhiu vet, një ditë duke folur si me vete. Nuk di çfarë do të bëja pa të. Javën e fundit para kthimit të planifikuar, Marko kishte shkuar vetëm në shëtitje mëngjesore si zakon dhe kishte mbetur surprizuar kur kishte parë Valbonën. Ajo ishte ulur mbi një gur të madh pranë rrjedhës malore, e vetme, pa libër, pa punë dore, vetëm ulur, duke shikuar ujin. Marko kishte ngadalsuar hapat. Valbona kishte dëgjuar zërin e hapave dhe ishte kthyer. Kësaj here nuk kishte ulur syt me një herë. Kishte qëndruar, me atë shikimin e matur dhe të qetë, dhe Marko kishte ndjerë se po vlerësohej, jo me gjykim, por me atë vlerësimin e sinqert të dikujt që ka mësuar të shohë njerëzit siç janë. "Mirëmëngjesi", kishte thënë Marko, duke ndalur në distancë të respektueshme. "Mirëmëngjesi", kishte thënë ajo. Zëri i saj, ashtu si herën e parë, kishte atë cilësinë specifike që nuk harrohej, të qetë, pak i ulët, me saktësi fonetike të bukur. Pastaj heshtje. Marko nuk e kishte shtyr. Kishte qëndruar duke shikuar po ai uji dhe kishte thënë vetëm: "Uji i bukur." "Vjen nga mali i lartë", kishte thënë ajo pas pak. "Dimrit edhe më i ftohtë." Dhe kaq, 2 fjali për ujin. Por kur Marko kishte vazhduar rrugën pas pak dhe kishte hedhur syt anash, kishte parë diçka shumë të vogël, gati të padukshme nëse nuk kishe syt e tij. Valbona kishte ndjekur me shikimin derisa ai kishte kthyer qoshen. Arbeni e gjeti Markon atë mbrëmje duke qëndruar te dritarja e dhomës, duke shikuar jashtë natën e qetë të fshatit me dritat e pakta të shtëpive. "Duhet të them diçka", tha Marko pa u kthyer. "Di çfarë do të thuash", tha Arbeni duke u ulur. "A di?" "Po." Arbeni hapi duart. "Dhe çfarë do të bësh?" Marko u kthyre. Kishte shprehjen e dikujt që ka vendosur, jo me nxitim, jo me frikë, por me atë qetësinë e thellë të vendimit të maturuar. "Dua të bëj gjën e duhur", tha ai pa u kthyer. "Dua të ndjek traditat e tyre. Dua të shkoj te familja e saj si duhet bërë." Arbeni e vëzhgoi gjatë. "E di çfarë do të thotë kjo?" "E di", tha Marko. "Do të thotë se nuk shkoj si dashunor, shkoj si burr me qëllim serioz, shkoj si dikush që kërkon nuse."
Heshtja e Arbenit ishte e rëndë, por jo negative. Ke menduar mirë? Pyeti ai. Ka menduar për muaj të tërë. Jam 39 vjeç. Kam udhëtuar botën. Kam posur çfarë shumë njerëz ndërrojnë. Dhe asnjë gjë nga ato nuk ka ardhur qoftë një herë me atë ndjenjën e qetë dhe të plot që ndihem kur jam këtu. Në këtë fshat, në këtë ajër, pranë kësaj familjeje. Valbona nuk të njeh, tha Arbeni. Di, tha Marko, dhe as unë nuk e njoh me të vërtet. Kjo është arsyeja pse nuk po kërkoj martesë sonte. Po kërkoj që të kenë besim ndaj meje, mua dhe familjes sime, si të njeriut serioz. Nëse Valbona nuk do, nuk do. Dita kur Marko shkoi te shtëpia e Haxhi Murtit si burr me qëllim dhe jo si biznesmen, ishte ditë dimri me diell. Një nga ato ditët e rralla kur bora e maleve ndriçon dhe qielli është aq kaltër sa që duket i pikturuar. Marko kishte veshur kostum të zi, shumë formal për standardet e fshatit, por tregonte respekt, me këmish të bardhë dhe kravat bluhiri. Arbeni kishte veshur xhaketë të mirë. Kishin marrë me vete ëmbëlsira nga qyteti, raki të mirë dhe disa dhurata të zgjedhura me kujdes. Haxhi Murti i priti te porta. E dinte sepse Arbeni ja kishte thënë një ditë më parë se do të vinin me fjalë, por duke e qetë, si gjithmonë, si ai guri i madh pranë pendës. I ftoi brenda. Dhoma e miqve kishte ndezur oxhakun dhe ishte ngrohtë. Kishin ulur 2 burra të tjerë, vllai i madh i Haxhiut dhe kryeplaku i fshatit, Rexhepi. Kjo ishte formaliteti, dëshmitarët e pranimit dhe dëgjimit. Marko ul, zgjati dhuratat me respekt dhe filloi të flas. Foli në shqip, rrjedhshëm, me fjalë të zgjedhura me kujdes, pa nxitim. Tregoi për veten, origjina, familja, puna. Nuk mburri, nuk madhëroi, foli thjesht dhe sakt. Tregoi se e kishte ardhur herën e parë bregut për biznes dhe ishte e vërteta, por tregoi gjithashtu se kishte gjetur atje diçka tjetër, atë kuptimin e vendit dhe të njerëzve të tij, që kishte lënë shenjë. Haxhi, tha i pastaj, me zë pak më të ulët, por jo me frikë. Unë nuk jam njeri i fjalëve boshe, dhe nuk ju vi sot me fjalë boshe. Kam respekt të madh për ju dhe familjen tuaj. Kam respekt të madh për traditën dhe kulturën e këtij vendi. Prandaj kam zgjedhur të vi si burri traditës, jo si i huaji me mendim tjetër, dhe të kërkoj me të gjitha rregullat si duhet. Pastaj tha emrin, Valbona. Heshtja pas emrit ishte e gjatë. Haxhiu shikoi zjarrin. Vllai i tij, burri shurtër me vetulla të trasha, shikoi Markon. Rexhepi mbajti syt poshtë, si ndenjin pleqt gjatë bisedave të rëndësishme. E di, tha Haxhiu me zë të ngadalt se vajza ime ka jetuar gjithë jetën sipas traditës dhe besimit. E di se ajo nuk të njeh ty. E di gjithashtu se ti je i huaj, nga vend tjetër, me fe tjetër, me kulturë tjetër. Ngriti syt dhe ata ishin të qetë por të mprehtë. Çfarë ka mendime të ndryshme, kishte thënë Haxhiu me ndershmëri. Disa thonë se është njeri i mirë, e kanë parë, e kanë ndjekur me sy gjatë kohës që ka qëndruar këtu. Disa të tjerë thonë se nuk dihet, se i huaj i sjell zakonet e tij dhe nuk dim se do të shkojnë gjërat. Valbona kishte pirë çaj ngadalë. Pastaj kishte thënë diçka që kishte surprizuar baban e saj. Lexon Kadaren. Haxhiu e kishte parë. Si e di? E pash, kishte thënë ajo thjesht. Ditën kur isha nën arr, kaloi dhe pash se kishte njohur titullin e librit që kisha ndërmjet duarve. Kishte atë shprehjen e dikujt që ka lexuar atë libër vet. Haxhiu kishte heshtur dhe kishte menduar. Pastaj kishte thënë diçka që vetëm baballarët shqiptarë thonë, jo me shumë fjalë, por me atë pak fjalët që mbajnë gjithçka brenda. Vajza ime, unë nuk do t'jap askujt pa vullnetin tënd. Kjo është fjala ime dhe është e prerë, por të kërkoj të mos mbyllësh derën para se ta shohësh dritën brenda. Valbona e kishte ngritur syt. Kishte shikuar baban e saj, atë burr me flokët e thinjur dhe fytyrën me vija të shumta, atë burr që kishte shitur arr për shëndetin e nënës së saj, atë burr që kishte mbajtur familjen me kurrizin e tij gjatë viteve të vështira dhe kishte ndjerë diçka që gjithmonë ndjente kur shikonte baban e saj, dashuri e përzier me dhimbje dhe respekt. Do ta mendoj, kishte thënë ajo, dhe kjo kishte qenë mjaft për atë natë. Nëna e Valbonës, Fahria, kishte folur 2 ditë më vonë. Kishte folur nga shtrati i saj, me zërin e saj të dobët, por me vendosmërinë e gruas që ka jetuar shumë e mjaftueshëm për të njohur njerëzit. Ai burri italian, kishte thënë ajo kur Valbona i kishte sjell barnat e mëngjesit, ka duart e mira. Ta kam thënë kur i solla ujin. Njerëzit me duart e mira
Nën, kishte thënë Valbona me buzëqeshje të butë, duart nuk tregojnë gjithçka. Tregojnë shumë, kishte thënë Fahria. Kur dikush ka duart e mira, do të thotë se nuk i ka frikë punës dhe nuk i ka turp kujdesit. Ai burri ka ardhur vetë të sjell ujin kur dëgjoi zërin tim. Nuk priti, nuk mendoi, erdhi. Kjo nuk bëhet nga njeriu i keq. Valbona nuk ishte kundërshtuar. Kishte rregulluar jashtëkun e nënës dhe kishte qëndruar pak, dhe ndërkohë kishte menduar gjëra që nuk i thoshte me zë. 2 javë pas vizitës formale të Markos, Haxhi Murti i kishte dërguar fjalë nëpërmjet Arbenit. Haxhiu kërkon takimin tjetër. Marko kishte ardhur herën e dytë, jo me kostum, por me rrobat e tij normale, xhinse të zeza, këmishë gri, xhakete errët. Kësaj here kishte ardhur vetëm me Arbenin, pa dhurata formale, thjesht me veten e tij. Haxhiu i kishte thënë diçka të rëndësishme. Kemi menduar, familja ka menduar. Ka shumë pyetje ende pa përgjigje, dhe kjo është normale, por nuk kemi gjetur arsye të themi jo. Prandaj të them kështu, do të kemi kontakt, do të kalojmë kohë, do të shohim. Kjo nuk ishte po, por nuk ishte jo, ishte porta e hapur, jo të shfrytzuar, por e hapur. Marko kishte falenderuar me sinqeritet dhe kishte thënë, nuk kërkoj më shumë se kaq. Çdo gjë tjetër do të ndërtojmë me kohë dhe me besim. Javët pasardhëse ishin të ngadalta dhe të rëndësishme, si ato javët e pranë. 2 fjalë, por 2 fjalë të ndara mes 2 njerëzve, jo të detyruara nga protokolli, por të zgjedhura lirisht, kishin peshën e tyre. Bisedat të tilla të shkurtra kishin vazhduar të ndodhnin natyrshëm, asnjëherë të gjata, asnjëherë të ngazëlluare, me atë matur dhe distancën e duhur. Por çdo herë Valbona ia kthente fjalën nëse ai fillonte bisedën. Dhe kjo, për Markon, kishte rëndësinë e saj. Kishte folur me fëmijët e klasës. Kjo kishte qenë njëra nga ato gjëra të rastësore, por domethënëse. Kishte etur pranë shkollës kur fëmijët ishin duke dalë, dhe disa kishin nisur ta ndjekin me ato sytë e mëdhenj të fëmijëve para të huajit interesant. Ai kishte bërë shaka, kishte folur shqip, kishin qeshur. Dhe Valbona, e cila po dilte prapa atyre, e kishte parë. Kishte parë se si Marko ngjitej brenda duke bërë zhurmë me fëmijët pa u bërë i madh, pa u bërë njëri tjetër, thjesht vetja e tij. Ajo shprehje e vogël fytyre, thuajse zbutje e një tensioni që kishte mbajtur, nuk i kishte shpëtuar Arbenit, i cili kishte qenë rastësisht pranë. Atë mbrëmje Arbeni i kishte thënë Markos, mendoj se po shkon mirë. Por jeta nuk ka vetëm momente të buta dhe të bukura, kishte edhe sfidat. Disa banorë të fshatit nuk ishin dakord me gjithë këtë. Nuk flisnin hapur, kjo nuk ishte mënyra e tyre, por flisnin me gjysmë fjalësh dhe vëzhgimeve anash. Kishte gratë e moshuara që mendonin se një shqiptare nuk duhet të shkonte me të huaj. Kishte disa burra të rinj të fshatit, 2 apo 3 prej tyre që kishin vet interes tek Valbona prej kohësh, që shikojnë Markon me sy jo miqësor. Njëri prej tyre, Gentian, djali fort me flok kafët dhe mendje plot inati fshehur, kishte tentuar të provokoj Markon një herë pranë kafes. Kishte bërë komente me gjysmë zëri ndaj shokëve, shikime të qëllimshme, atë lloj presioni të heshtur që disa burra të rinë e bëjnë kur ndihen të kaluar. Marko e kishte kuptuar. Kishte marrë kafen e tij dhe kishte shkuar direkt te tavolina e Gentianit. Kishte ulur ndënjur, kishte shikuar të riun drejt dhe kishte thënë me shqipen e tij të qetë: "Je nga ky fshat. Njerëzit e fshatit janë njerëz të mirë. Nuk dua armiqësi me askënd." Gentiani kishte heshtur, surprizuar nga drejtësia e qasjes. "Nëse ke gjë ndaj meje, thua më drejt për drejt. Kjo e respektoj. Gjysmë fjalët nuk i respektoj." 9 sekonda heshtje. Pastaj Gentiani kishte thënë: "Nuk e çfarë të bësh këtu." Ndoshta, ndoshta jo. Koha do t'rregoj. Kishte ngritur dhe kishte ikur. Setja e cila kishte parë gjithçka nga distanca i kishte thënë natën: "E trajtove mirë. Gentiani është djali mirë por i zemëruar. E ka dashuruar Valbonën prej vitesh, por nuk ka guxuar të flas kurrë. Tani pendon." Marko kishte ndier diçka. Jo triumf, por atë dhimbjen e matur të dikujt që e kupton se situatat njerëzore janë gjithmonë të komplekse dhe askush nuk është krejt gabim. Mesi i dimrit solli një krizë të papritur. Fahria kishte ndier keq një natë, dhimbje të forta në gjoks, frymë vështirë, fytyra e zbetë si gëlqere. Haxhiu kishte dalë natën në përfshat duke ngjallur njerëz dhe Valbona kishte ngjajtur pranë nënës duke i mbajtur dorën. "Ma mirë," sa Valbona. "Fle." Pastaj, pas pak, doktori i Milanos, ai me cilin ke folur, ka thënë se mund të ndihmoj? "Po," tha Marko. "Por vendosin ju.
Ju dhe familja. Nuk ka kushte prej meje. Absolutisht as një kusht. Ajo e shikoi për një çast, ato sytë e errët me hijen e kaft, dhe Marko kishte ndjerë se po shikohej me vëmendjen e plot të dikujt që ka mësuar të zbulojë gënjeshtrat. Por nuk kishte gënjeshtër për të zbuluar. Mirë, kishte thënë ajo, dhe kishte kthyer të ikte. Pastaj kishte ndalur edhe një sekond. Kronik në gur e ka edhe botimin e vjetër këtu, nëse do. Kishte ikur para se Marko të gjente fjalën, por ai kishte buzëqeshur me veten e tij, dhe buzëqeshja kishte mbetur gjatë. Pranvera kishte ardhur me shi dhe dritë njëkohësisht, siç vjen shpesh në malet shqiptare, me atë luhatjen me stinëve që të jep ndjenjën se bota është duke vendosur. Bari kishte dalë i gjelbër pas borës, lumenjt ishin fryrë dhe fshati kishte marrë atë jetësi të re që vjen me stinën e parë të ngrohtë. Projekti i hotelit kishte hyrë në fazën e parë të ndërtimit. Kishte punëtor nga fshati dhe nga qyteti, kishte zhurmën e punës dhe erën e qimentos dhe gurit të prerë. Marko kishte qëndruar me ta shumicën e kohës, duke kontrolluar, duke vendosur, por gjithashtu duke punuar vetë her pas here, duke ngritur gur, duke matur dhe shënuar. Burrat e fshatit e kishin parë këtë dhe kishin ndryshuar pak mënyrën si e shihnin. Nuk ishte vetëm ai italiani me para, ishte njeriu që vinte dhe punonte me ta. Por pikërisht kur gjërat po ecnin, erdhi lajmi i keq. Erdhi nga Italia, nga familja e Markos. Babai i tij, Giancarlo Ferretti, burr 72 vjeçar me autoritetin e patriarkëve të vjetër industrial të Italisë Veriore, kishte dëgjuar se djali i tij po qëndronte muaj të tëra në një fshat shqiptar dhe po bënte plane martese me një vajzë nga atje. Giancarlo nuk kishte reaguar me zemërim të menjëhershëm. Kjo nuk ishte stili i tij. Ai reagonte me presion të ngadaltë dhe të vazhdueshëm, si ujë mbi gur. Kishte telefonuar Markon. Marko, kishte thënë me atë tonin e tij të qetë dhe rënd si kolona mermeri. Dua të shoh. Jo javën e ardhshme, kësaj radhe. Vi në Milano. Marko kishte njohur tonin. Kishte shpjeguar me qetësi se kishte punë aktive në Shqipëri dhe nuk mund të largohej menjëherë. Giancarlo kishte heshtur për disa sekonda, heshtja e dikujt që numëron para se të flas, dhe kishte thënë, atëherë vi unë. Dhe kishte ardhur. 3 ditë më vonë, Giancarlo Ferretti kishte mbërritur në breg me makinën e tij me shofer, me kostum gri dhe me atë mënyrën e qëndrimit të njeriut të mësuar me respektin automatik të tjerëve. Takimi mes babait dhe djalit kishte ndodhur privatisht në dhomën ku qëndronte Marko. Giancarlo kishte shikuar rreth e rrotull, shtëpinë e thjesht, dhomën e vogël, dritaren me pamjen nga mali, dhe kur Giancarlo kishte dalë atë natë, kishte thënë Markos diçka me gjysmë zëri. Kuptoj pse jeton këtu. Kjo kishte qenë më shumë se çdo miratim formal. Pranvera kishte avancuar dhe gjërat mes Markos dhe Valbonës kishin marrë atë ritmin e ngadaltë dhe të sigurt të gjërave që ndërtohen mirë. Jo shkëmbimet e zjarrta të dashurisë romantike, jo ato ende, por diçka tjetër, ndoshta më e fortë, njohja e ngadaltë dhe e sinqertë e dy njerëzve që i afrohen njëri tjetrit me kujdes dhe me respekt. Kishin filluar të bisedonin kur rasti e lejonte, jo vetëm për Kadaren, megjithse librat ishin shpesh fillimi. Kishin biseduar për fëmijët e klasës, për planet e Valbonës para se nëna të sëmurej, për Italinë që ajo e dinte vetëm nga librat dhe televizori, për malet që Marko i kishte filluar t'i donte si dikush i lindur aty. Njëherë, Valbona kishte pyetur, pse ke mësuar shqipen? Me të vërtet, pse? Marko kishte menduar para se të përgjigjej, sepse gjuhët janë botë dhe doja të hyja në një botë tjetër, jo si turist, por si dikush që e njeh rrugën. Ajo kishte qëndruar me këtë përgjigje pak, pastaj kishte thënë, shumë njerëz mësojnë gjuhën tënde dhe harrojnë të tyren. E di, kishte thënë Marko, kjo është humbje. Unë nuk dua të humbas gjuhë, dua të shtoj. Valbona kishte shikuar larg, te malet. Mami thot se ke duart e mira, kishte thënë. Nëna jote është grua e mençur, kishte thënë Marko. Po, kishte thënë Valbona, dhe kishte qenë thjesht po, por me gjithë shka brënda. Por brënda Valbonës, lufta nuk ishte e lehtë. Kishte net kur kishte qëndruar zgjuar, jo nga brenga, por nga ato mendimet e paqeta të zemrës, kur nuk di si ta vendos veten. Kishte rritur me kulturën e fortë shqiptare, me vlerat e familjes dhe traditës, me idenë se martesa është vendim i rënd i marrë me shumë mendim.
Nuk ishte vajzë që tradita e kishte kufizuar, kishte zgjedhur vetë shumicën e kahjes së jetës, por tradita ishte pjesë e saj, jo burg. Kishte pyetje të cilat i bënte vetes. Nëse do largohej nga fshati, nga nëna e saj e sëmur, nga babai, nga motra dhe vëllezrit, nga ato male, çfarë do të mbetej nga ajo? Italia ishte vend tjetër, botë tjetër. Ishte e fortë dhe guximshme, por kjo nuk ishte çështje guximi. Ishte çështje se cili ishte vendi yt dhe ku ishin rrënjët e tua. Dhe gjithashtu, e kishte ndjer diçka ndaj Markos. Kjo ishte e sigurt. Kishte ndjer atë ndjenjën e butë dhe të çuditshme kur dy njerëz kanë kimi mes tyre. Atë tupët e lehta fluturash brenda, atë vëmendje të shtuar ndaj çdo gjëje që bën tjetri. Por ndjenja dhe vendimi ishin dy gjëra të ndryshme, dhe Valbona ishte njeri i vendimeve të menduar mirë. Kishte folur me motrën e saj, Blerinën, e vetmen me të cilën ndante gjëra të brendshme. Unë do të thosha po me njëherë, kishte thënë Blerina me atë direkcinë e saj të re. Është burr i mirë, ka zemër, ka kokë, ka karakter. Çfarë pret më shumë? Je re, kishte thënë Valbona me butësi. Jam e re, por shoh mirë, kishte thënë Blerina. Gjëja që të frenon nuk është ai, nuk është familja, nuk është tradita. Është frika se nëse thua po dhe nuk shkon mirë, do të dhem shumë, prandaj nuk thua. Pse? Kishte pyetur ajo, dhe kjo pyetje kishte thellësi të madhe. Pse do të bënte kaq shumë? Sepse nëse do ndërtoj diçka me ty, kishte thënë Marko, duhet të filloj mirë, jo me sakrifica të padrejta. Nuk mund të kërkoj ty nëse kjo do të thotë se nëna jote mbetet pa ndihmë. Heshtje. Pyetja e dytë, kishte vazhduar Valbona. Italiani si e sheh gruan? E shohim ndryshe ne dhe ju. Disa italianë shohin ndryshe, kishte thënë Marko me ndeshmëri. Unë gruan e shoh si partner, jo si dekor, jo si pronat. Partner, me mendim të vet, me karrierë të vet, me jetë të vet brenda jetës të përbashkët. Valbona kishte lëvizur pak. Unë dua të mësoj shumë, dua universitetin, e kam lënë për nënën, por nuk e kam harruar. Universiteti do të bëhet, kishte thënë Marko. Kjo është premtim, jo frazë. Pyetja e tretë kishte ardhur pas heshtje të gjatë dhe kishte qenë pyetja e vështirë. Nëse jetojmë në Itali, nëse bëhemi familje, si do të rrithen fëmijët? Shqiptar apo italian? Marko kishte buzëqeshur, jo sepse ishte pyetje naive, por sepse ishte pyetja e njeriut që mendon larg. Si të dy, kishte thënë, me dy gjuhë, me dy kultura, me dy trashëgimi. Kjo nuk është varfëri, kjo është pasuri. Valbona kishte heshtur gjatë pas kësaj. Pastaj kishte thënë diçka të papritur. Ke ardhur këtu si biznesmen, dhe ke mësuar shqipen, dhe ke qëndruar muaj, dhe ke ndihmuar nënën time natën, dhe ke folur me baban tim si duhet, dhe ke bërë gjithçka ashtu siç duhet bërë. Askush nuk bën kaq shumë pa pasur zemër. Marko nuk kishte thënë asgjë. Por zemra nuk mjafton gjithmonë, kishte vazhduar ajo. Duhen edhe gjëra të tjera. Di, kishte thënë Marko, dhe jam gati t'i ndërtoj ato gjëra, me kohë, me punë, me durim. Valbona kishte ngritur, kishte marrë çadrën e saj. Te dera kishte ndalur dhe kishte thënë pa u kthyer. Do ta mendoj me kujdes, dhe kur të kem menduar, do të them. Kishte dalë në shiun e pranverës, dhe Marko kishte mbetur duke shikuar derën e mbyllur, dhe kishte ndjer atë ndjenjen e çuditshme dhe bukur të dikujt që ka kaluar nëpër diçka të rëndësishme, dhe e di se ka kaluar mirë, edhe nëse nuk e di akoma rezultatin. 2 ditë pas bisedës me Valbonën, Haxhi Murti kishte kërkuar Markon vet. Kishte dërguar Florin, djalin e mesëm, të thoshte se kryeplaku do të fliste me të mbrëmjes. Marko kishte shkuar. Kishin ulur ndonjëherë vetëm, për herë të parë pa Arbenin, pa askënd tjetër. Kjo kishte qenë e qëllimshme, e kuptuar nga të dy. Haxhiu kishte folur ngadalë, si gjithmonë. E ke njohur vajzën time me kujdes, ke njohur familjen time me respekt, nuk e bër asgjë të... Dhe Marko kishte kuptuar se kjo fjali kishte kuptim të thellë. Nuk ishte ftesë sociale. Ishte shenjë familjes që po hapte derën. Ajo mbrëmje Marko kishte shkruar mesazh të gjatë nënës së tij, Marias, dhe ja kishte treguar gjithçka pa filtër, nga fillimi. Maria Ferretti ishte grua e ndjeshme dhe e mençur, ndryshe nga burri i saj Giancarlo, dhe kishte lexuar çdo fjalë dhe kishte telefonuar menjëherë. Marko,
kishte thënë ajo me atë zërin italian të nënave që kanë ngrohtësinë e bukës e sapo pjekur. Kur isha 22 vjeç dhe të adhin timja tregova Giancarlon, ai tha: "Është nga familje e ndryshme, nuk di si do shkoj." Dhe unë i thash: "Papa, zemra nuk pret leje." Ai papa im tani e do Giancarlon si djalin e tij. Koha ndryshon gjërat, Marko. Beson në zemrën tënde. Marko kishte mbyllur telefonin dhe kishte qëndruar me atë bisedë gjatë. Nëna kishte gjithmonë mënyrën e vet për të thënë gjën e duhur në çastin e duhur. Kaluan ditë. Marko nuk e ngushtoi, nuk kërkoi përgjigje, nuk bëri presion. Jetoi jetën e tij të fshatit, punoi, eci, lexoi, bisedoi me njerëzit dhe Valbona mendoi. Mendoi nën arrën e madhe kur era e pranverës i lëvizte flokët. Mendoi mbrëmjeve pranë nënës kur Fahria flente me frymarrje të rregullt. Mendoi duke lar enët, duke bartur ujë, duke qëndruar jashtë natës kur yjet shqiptar ishin kaq shumë dhe kaq të afërt saqë dukej si mund t'i prekje. Mendoi gjithçka që kishte dëgjuar prej tij, jo premtimet e mëdha, por gjërat e vogla, mënyrën si dëgjonte pa ndërprerje, mënyrën si fliste shqipen me kujdes dhe dashuri, si kishte dalë natën kur nëna e saj kishte qenë keq, si kishte folur me baban e saj me respektin e birit, jo me arrogancën e mysafirit të pasur, si kishte qeshur me fëmijët e klasës me atë lehtësinë e dikujt që nuk luan role. Dhe mendoi veten e saj, mendoi ëndrat e hershme, universitetin, librat, botën e gjerë që e kishte dëshiruar gjithmonë. Mendoi nënën, baban, motrën dhe vëllezrit. Mendoi malet që i kishte si pjesë të shpirtit. Pastaj një mëngjes me diell, kur bari kishte dalë gjelbër pas shirave dhe gjithë lugina kishte atë pastërtinë e mëngjeseve të para të majit, Valbona kishte shkuar te babai dhe kishte thënë: "Baba, dua të flasim." Ishin ulur në obor, në ndafinën e vjetër. Haxhiu kishte shikuar bien e tij dhe kishte pritur. "E ke bërë ç'a duhej bër, ma ke lënë të lirë. Kjo është gjëja më e madhe që mund të bësh ti si shikuar drejt." E jepim Valbonën me vullnet dhe me gëzim, me kusht që të mbash fjalën që ke dhënë dhe ta trajtosh si gratë e mira duhet trajtuar. Dhoma kishte qenë e heshtur, por ishte ajo heshtja e mirë, ajo heshtja e plot. Marko kishte ndjer diçka ngjitej nëpër të, nga stomaku deri te fyti, dhe kishte bërë përpjekje të qëndronte i qetë. Kishte thënë: "Haxhiu, e jap fjalën time, si burr, si njeri, dhe e di vlerën e fjalës." Rexhepi kishte korr kokën. Vëllai i Haxhiut kishte buzëqeshur. Arbeni kishte nxjerr shamin dhe kishte fshir hundën me atë mënyrën e dikujt që ka diçka në sy. Pastaj kishte ndodhur diçka shumë e thjeshtë dhe shumë e rëndësishme. Haxhiu kishte thirrur: "Valbona?" Dhe ajo kishte hyrë nga dhoma e brendshme. Kishte veshur atë ngjyrën bordo të saj, ai ngjyrën që Marko e kishte shoqëruar gjithmonë me të, me flokët gjysmë të lira, gjysmë të lidhura. Kishte ecur drejt dhe kishte qëndruar pranë babait. Haxhiu i kishte thënë me butësi: "Ke fjalë?" Dhe Valbona kishte ngritur syt, ato sytë e errët me hijen kaft, dhe kishte shikuar Markon direkt, pa e ulur shikimin, pa druajtje, me atë qetësinë e vërtet të dikujt që ka vendosur dhe qëndron me vendimin. Kishte thënë vetëm: "Kam dhënë fjalën babait tim, dhe e them edhe ty. Kjo është vendimi im." Ato fjalë, kaq të thjeshta, kaq të plota, kishin rënë brenda Markos si shiu i parë mbi tokën e thatë. Ditët pasardhëse kishin ritmin e festës, jo të zhurmshme dhe të nxehta, por të qetë dhe të lumtur, si muzika e lehtë që ndigjohej nëpër dritaret e hapura. Fshati kishte mësuar lajmin shpejt, siç mësohen gjithçka në fshatrat e vogla, dhe reagimet kishin qenë kryesisht të ngrohta. Grugmitja e sejtit kishte dërguar baklavat e saj të famshme. Plaka Hanumja kishte ardhur me syt me lot dhe kishte marrë Valbonën në krah duke thënë se e kishte rritur si të bijën e vet. Edhe Gentiani, ai djali me inatin e heshtur, kishte kaluar pranë Markos një herë dhe kishte nodit me kokën, ngadalë, me atë ftoftësinë e burrërisë që nuk pranon humbjen hapur, por e pranon brenda. Maria, nëna e Markos, kishte ardhur nga Italia 2 javë më vonë. Kishte ardhur me atë entuziazmin italian të nënave të mira,
me ushqime nga Milano, me dhurata për çdo antar familjes, me ato sytë e saj të mëdhenj blu si të djalit të saj. Kishte takuar Fahrien, 2 nënat, shtrirë e ulur, duke biseduar nëpërmjet Markos si përkthyes, dhe kishte qenë nga ato takime që njerëzit nuk mund t'i planifikojnë dhe nuk mund t'i harrojnë. Fahria e kishte marrë dorën e Marias dhe kishte thënë: "Fëmijët tanë kanë gjetur njëri tjetrin. Zoti e di çfarë bën." Maria kishte qarë, siç qante gjithmonë kur emocionohej, pa turp dhe pa fshehur, dhe kishte thënë po italisht. Ajo kishte ecur ngadalë përgjatë rafteve, duke lexuar titujt, duke nxjerrë her pas here ndonjë libër dhe duke shikuar kapakun. Kishte ndalur para seksionit shqip. Kishte një raft të tërë, me kadaren, me camajn, me fishtan, me autor të tjerë. "I ke lexuar të gjithë?" kishte pyetur. "Disa 2 herë," kishte thënë Marko. Valbona kishte nxjerrë Generalin e ushtrisë së vdekur dhe kishte lexuar faqen e parë me vëmendje. "Kjo është libri im i preferuar i Kadares," kishte thënë. "Edhe imi," kishte thënë Marko. Dhe ky nuk kishte qenë rast, kishte qenë ajo ndjesia e 2 njerëzve që zbulojnë edhe një gjë të cilën e kanë të përbashkët, si mozaiku që plotësohet copa-copa. Operacioni i fahiries kishte ecur mirë. Kardiologu, doktor Ricci, burri moshës 55 vjeçare, me duart e kirurgut dhe zemrën e njerëzit të mjedisit të fshatit, e paradoksalisht, kishte dalë pas orëve të gjata dhe kishte thënë fjalën e mirë: "Shkoj mirë, do të rikuperohet." Haxhiu kishte mbyllur syt për 1 sekond dhe kishte frymëmarr aq thellë sa që dukej si e gjithë jeta kishte hyrë dhe dalë me ai frymëmarrje. Valbona kishte mbuluar gojën me dorë dhe kishin rënë lot, jo me zë, por ata lot të heshtur që janë më të thellët. Marko kishte qëndruar pak më njanë, si gjithmonë kur familja kishte çaste të tyra, por Haxhiu kishte kthyer kokën dhe kishte kapur sytë e tij dhe kishte bërë atë gjest të vogël shqiptar. Korja e kokës me atë peshën e saj të madhe, dhe Marko kishte kuptuar gjithçka pa nevojën e fjalëve. Javën që fahiria po rikuperohej, Valbona kishte pasur kohë të shikonte Milanon, jo si turistja, por me sytë e dikujt që po vëzhgon vendin ku ndoshta do të jetojë. Marko e kishte quar nëpër çdo lagje, jo nëpër muzeet dhe vende turistike, por nëpër lagjet e vërteta, nëpër pazaret e mëngjesit, nëpër libraritë e vogla, nëpër kafet ku njerëzit e zakonshëm uleshin dhe bënin orën e tyre të mëngjesit para punës. Kishte qartë te universiteti, Università degli Studi di Milano, dhe kishte qëndruar jashtë godinës së vjetër dhe kishte shikuar studentët duke dalë e hyrë. "Do të doja të shkoja këtu," kishte thënë Valbona me zë të ulët, me atë tonin e dikujt që thot diçka të brendshme, të cilën nuk e ka thënë shpesh. "Do të shkosh," kishte thënë Marko, "nuk ka as por." Ajo kishte shikuar anash. "Le ta shohim." "Jo, le ta shohim," kishte thënë Marko. "Do të shkosh. Ky është vendi ku duhet të jesh ti." Valbona kishte shikuar sërish godinën, pastaj kishte thënë diçka të papritur. "Dim shumë njerëz shqiptar që kanë ardhur këtu dhe janë kthyer të ndryshuar. Jo sa njerëz, por si njerëz të tjerë. Kanë harruar shqipen, kanë harruar zakonet, kanë harruar nga kanë ardhur." "Ti nuk do të harrosh," kishte thënë Marko. "Si e di?" "Sepse ti lexon Kadarenën arrën e shtëpisë sate kur ke libra të tjerë." Sepse pyetja e parë që bëre para se ti thoja po, ishte se si do të rriten fëmijët. Njeriu që bën ato gjëra nuk harron. Valbona kishte heshtur gjatë, pastaj kishte thënë: "Ti e di shumë mirë si të thuash gjërat e duhura." "Jo, them vetëm çfarë shoh." Kthimi në breg pas Milanos kishte qenë një nga ato kthime të mëdha, jo kthimi pas udhëtimit, por kthimi i dikujt që ka parë vendin e ri dhe kishte kërkuar takim me Haxhiun, takim zyrtar, me disa burra të tjerë, dhe kishte thënë gjërat e tij me zë të lartë dhe me atë besimin e dikujt i cili mendon se numri dhe zëri i lartë zëvendësojnë argumentin. Haxhiu kishte dëgjuar pa ndërprer. Kur Miftari kishte mbaruar, kishte thënë qetë: "Miftar, ti je i afërt dhe fjalës tënde i kam respekt, por vajzën time e kam rritur unë dhe e di unë më mirë se kush i sjell dobi. Kam vëzhguar këtë burr muaj të tëra, kam parë me sytë e mi. Vajza ime ka folur me vullnetin e saj. Vendimi është marrë." Miftari kishte ngritur zërin edhe pak. Kishte folur për traditat, për fen, për namin e familjes. Haxhiu kishte ngritur dorën e tij,
atë gjestin e heshtur por absolut të autoritetit dhe kishte thënë: "Feja jote dhe feja ime thon njësoj. Gjykoj njerëzit nga zemra dhe nga veprat. Ky burr ka zemër të mirë dhe vepra të mira. Nami i familjes sime mbrohet nga sjellja e bijës sime dhe bija ime sillet mirë. Biseda ka mëruar." Kishte qenë nga ato heshtjet pas fjalëve të mëdha, ajo heshtja kur gjithkush e di se kush ka pasur të drejtë dhe kush ka mbetur i vetmuar. Miftari kishte darë i pakënaqur, por nuk kishte patur more fjalë. Kur Marko kishte mësuar për atë takim, nga Arbeni, kishte shkuar te Haxhiu dhe kishte thënë: "Dua të falenderoj." Haxhiu kishte hequr dorën. "Nuk duhet falenderim për bërjen e gjërave të drejta." Marko kishte noditur. Pastaj kishte thënë: "Haxhi, dua të jeni të sigurt për gjithçka. Unë nuk do largoj Valbonën nga ju. Shqipëria do të mbetet shtëpia e saj dhe e imja. Do të vi shpesh, do të sjell fëmijët kur të kemi. Kjo shtëpi dhe ky fshat do jenë pjesë e jetës sonë, jo e kaluara e lënë mbrapa, por e tashmja dhe e ardhmja." Haxhiu kishte shikuar gjatë. Pastaj kishte thënë: "Kur e thua kështu, e besoj." Propozimi, nëse mund të quhej propozim, sepse në realitet ishte diçka shumë organike, kishte ndodhur natyrshëm, siç ndodhin gjërat kur kanë zier gjatë dhe janë gati. Ishte mbrëmje vere, ajo mbrëmje specifike, kur dielli po zbriste pas malit perëndimor dhe gjithë lugina merrte atë ngjyrën e artë roz, që nuk mund të pikturohej, por vetëm ndjehej. Marko dhe Valbona po ecnin në përshteg malor. Kishin filluar të ecin bashk her pas here, kur rasti e lejonte, dhe kishin ardhur te shkëmbi i madh me pamjen mbi tërë luginën. Kishin qëndruar duke shikuar, nuk kishin folur shumë. Valbona kishte veshur të bardhën, moderne, por me një qëndisje të vogël tradicionike shqiptare mbi pjesën e shpatullës, punuar nga duart e blerinës. Giancarlo kishte mbajtur fjalim të shkurtër, ai burr me pak fjalë kishte thënë: "Marko, unë të kam mësuar biznesin, por ky vendim ma ka mësuar mua diçka, se djali im di gjëra që unë kam harruar." Kishte bërë pauzë. "Mirë se erdhe në familjen tonë, Valbona." Valbona kishte falenderuar me dinjitetin e saj karakteristik, jo me lot, por me atë shprehjen e fytyrës e ngrohtë dhe e vërtet. Vitet e para kishin pasur të gjitha sfidat dhe të gjitha gëzimet e jetës reale, jo si filmat, ku gjithçka zgjidhet me muzikë të bukur dhe skena të ndriçuara mirë. Jeta reale kishte mëngjeset e vështira dhe mosmarrveshjet e vogla dhe momentet kur dy botë të ndryshme ndesheshin jo me armiqësi, por me keqkuptimin e thjeshtë të dy njerëzve që kanë rrënjë të ndryshme. Valbona kishte shkuar në Universitetin e Milanos, ashtu siç kishte thënë Marko, ashtu siç kishte premtuar. Kishte marrë pranimin për gjuhësi dhe letërsi krahasuese, duke filluar studimet me atë përqendrimin e saj karakteristik. Nga e para, pa humbur kohë, si dikush që ka pritur shumë dhe nuk dëshiron të pres më. Profesorët e kishten habitur me thellësinë e leximit të saj, me mënyrën si lidhte autorët shqiptar, me traditën europiane, me atë pikpamjen e veçantë të dikujt që ka ardhur nga brenda kulturës dhe jo nga studimi i saj i jashtëm. Kishte momente vështirësish, jo me Markon, jo me familjen, por me veten. Kishte ato mbrëmjet kur Milano ndihej tepër e lartë dhe tepër e zhurmshme, dhe tepër larg maleve, kur dëshironte ta ndjente erën e pyllit dhe zërin e ujit mbi gur. Kishte çaste kur italishtja, ndonse e kishte mësuar shpejt dhe mirë, ndihej si robe mirë, por jo e jotja, dhe kthehej te shqipja me atë lehtësinë e frymëmarrjes normale. Marko e kishte kuptuar këtë. Kishte pasur një herë, muajin e tretë, kur Valbona e kishte qëndruar e heshtur 3 ditë rresht, dhe ai kishte parë se heshtja nuk ishte zemërim, por diçka tjetër, diçka më e thellë. Kishte ulur ndonjur pranë saj mbrëmjes dhe kishte thënë: "Kur dëshiron të shkosh në breg, shko, gjithmonë. Nuk kam nevojë për arsye." Ajo kishte shikuar. "Si e di çfarë mendoj?" "Sepse të shoh," kishte thënë Marko, "dhe sepse edhe unë ndonjëherë dua të kthehe atje." Kishin shkuar 2 javë më vonë, dhe ajo kthim kishte qenë ilaçi i duhur. Malet kishin qenë aty, fahria kishte qenë aty, aroma e drumve kishte qenë aty.
Valbona kishte fjetur atë natë të parë si dikush i çliruar nga diçka, dhe kishte zgjuar me atë energjinë e re të dikujt, i cili ka gjetur ekuilibrin. Hoteli i Bregut kishte hapur dyert, Kishte pasur edhe dhimbje, jeta nuk kursen askënd. Faria kishte ndëruar jetë 2 vite pas lindjes së Luanit, jo papritmas, por ngadalë, si gjeth dimri që bie kur koha e tij ka ardhur. Kishte qenë rrethuar nga familja, Haxhiu, Valbona, Blerina, vëllezrit, fëmijët e fëmijëve. Kishte hapur syt her pas here dhe kishte korrur kokën ngadalë, si dikush i kënaqur. Valbona kishte mbajtur zi me atë mënyrën e vet, me heshtje, me punë, me atë forcën e brendshme që kishte gjithmonë. Por Marko e kishte parë të qaj një herë, natën, pranë dritares, duke shikuar jashtë, dhe kishte shkuar pa thënë asgjë dhe kishte qëndruar pranë saj. Ajo kishte vendosur kokën mbi supën e tij dhe kishin qëndruar kështu gjatë duke shikuar natën. Kur nuk ishte thënë jam mirë, kur nuk ishte, dhe Marko kur nuk e kishte shtyrë të ishte mirë. Kjo kishte qenë mënyra e tyre, hapësira për njëri tjetrin pa presion, pa skenë. Vite kishin kaluar, vite me shtresat e tyre të lumturisë dhe dhimbjes, të punës dhe të çlodhjes, të ndërtimit dhe të çlodhjes nga ndërtimi. Luani kishte rritur dhe pas tij kishte ardhur vajza, Lira, me sytë e nënës dhe karakterin e gjyshit italian, e zhurmshme dhe e sigurt si dikush që ka vendosur se bota i përket asaj. Bregu kishte ndryshuar, jo shumë, por mjaftueshëm. Hoteli kishte sjell punë dhe prosperitet të matur. Kishte rrugë pak të asfaltuar, kishte klinikën e vogël shëndetësore që Marko kishte ndihmuar të financohej, kishte shkollën e rinovuar, ku Valbona, sa herë vinte, mbante leksion veçantë me fëmijët. Por shpirti i Bregut kishte mbetur. Kjo kishte qenë gjëja për të cilën Marko kishte luftuar me kujdes, jo të mos ndryshonte asgjë, por të ndryshonte vetëm ato gjëra që ndryshimi i të cilave sjell mirësi të vërtet, duke mbajtur intakte atë thelbin e pazëvendësueshëm. Njerëzit e fshatit ishin bashkëpronare të hotelit tani, kishte bërë marrëveshje dhe kishte transferuar aksione, dhe kjo kishte ndryshuar mënyrën si i shihnin gjërat, jo si punonjës të huajit, por si bashkëmbajtës të diçkaje të tyre. Sejtja kishte vdekur i vjetër dhe i lumtur, duke thënë fjalën e tij të fundit te Marko. Ke ndërtuar mirë birë, fjalë pak, por fjalë të plota. Kishte pasur një natë, fëmijët kishin fjetur, shtëpia kishte heshtur, kur Marko dhe Valbona ishin ulur te terraca e shtëpisë së Bregut. Kishin ndërtuar shtëpi të vogël atje, pranë shtëpisë së Haxhiut, ku vinin verën dhe fundjavët, dhe ishin duke shikuar yjet. Yjet shqiptar ishin gjithmonë të shumtë dhe të afërt, pa dritën e qyteteve t'i zbehte. Ndonjëherë mendoj, kishte thënë Valbona, se nëse nuk ishe ardhur, nëse kishe zgjedhur ndonjë fshat tjetër për hotelin tënd, si do kishte qenë jeta ime? Marko kishte shikuar yjet. Ndoshta do kishte qenë e mirë gjithsesi. Ti je njeriu që bën jetën të mirë, jo rrethana. Ndoshta, kishte thënë ajo, por kjo jetë është mirë. Po, kishte thënë ai. Heshtje gjatë dhe e qetë. Ju keni mësuar mua gjithashtu, kishte thënë Marko. Kam ardhur këtu si biznesmen dhe ka mësuar se si ndërtohet jeta, jo me para, me njerëz, jo me plane, me zemër. Haxhiu kishte pirë kafen e tij. Pastaj kishte thënë diçka të thjeshtë dhe shumë shqiptare. Ky është vendi yt tani, kjo toka të njeh. Kishte ditë kur Marco Ferretti, ai milioneri italian me hotelet e tij dhe karrierën e tij dhe jetën e tij të gjerë europiane, vinte vetëm, pa fëmijë, pa punë, pa asnjë detyrim dhe ecte nëpër rrugët e ngushta të Bregut. Ecte ngadalë, si ecin njerëzit kur nuk kanë ku të nxitojnë sepse janë tashmë atje ku duhet. Ndalonte te buna e vjetër, ajo buna guri pranë të cilës kishte parë herën e parë Valbonën duke mbushur kavanoza, dhe shikonte ujin e pastër mbi gur. Ecte nëpër rrugën e ngushtë ku pemët arr bënin kupol sipër kokës. Shkonte te tavolina e pleqve dhe ulej. Ndonse pleqt ishin ndryshuar, brezi i ri kishte zënë vendin e atyre që kishin ikur, por zakoni kishte mbetur. Dhe ndalonte shpesh te shkëmbi me pamjen mbi lugin, ai shkëmb ku kishte dhënë faqen e shkruar me dorë, ato fjalë të thjeshta që kishin qenë çelësi i gjithçkaje. Nga aty shikohej hoteli, me çatit e gurta dhe terracat e hapura
dhe dritat e para të mbrëmjeve që fillonin të ndizeshin. Shikoheshin shtëpitë e fshatit me ogjaqet e tymosura, shikoheshin malet me majat e tyre, ato male që Setja i kishte quajtur brinjet e Zotit. Dhe çdo herë, duke qëndruar atje, Marko ndinte atë gjën të cilën e kishte ndjerë herën e parë kur kishte hyrë në breg. Atë ndjenjën e çuditshme se po shkonte drejt diçkaje që kishte qenë gjithmonë e dëshira. Por tani e dinte se çfarë kishte qenë ajo gjë. Kishte qenë shtëpia. Jo shtëpia si ndërtesë, por shtëpia si kuptim, si ekuilibër, si vendin ku zemra ndihet e qetë sepse ka gjetur rrënjët e tij të vërteta. Jo rrënjët e gjakut, domosdoshmërisht, por rrënjët e zgjedhjes, ato rrënjë që rriten edhe më thellë sepse janë vendosur me dashuri dhe me vullnet. Valbona e gjente shpesh atje kur vinin bashk. E gjente duke qëndruar me syt nga lugina dhe dinte pa pyetur çfarë po mendonte. Vinte Dhe fjala e fundit i takon maleve. Atyre maleve me majat e bardha që Setja i kishte quajtur brinjtë e Zotit, të cilët kishin parë gjithçka nga lart dhe kishin heshtur, siç heshtin gjithmonë gjërat e mëdha. Nëse kjo histori ju ka prekur zemrën, shkruani në komente, cili ishte momenti që ju ka emocionuar më shumë? Dhe ndani këtë video me dikë të cilin e doni, sepse disa histori meritojnë të dëgjohen nga sa më shumë njerëz. Faleminderit që keni qëndruar deri në fund. Kjo është historia jon për ju.